Ka nisur këtë të hënë procesi asfaltimit të rrugës në Kuzum Babaj, e cila kishte kohë që ndodhi në një gjendje të amortizuar dhe tejet shqetësuese për banorët e zonës, njëkohësisht edhe për drejtuesit e institucioneve që ndodhen aty pranë. Situata u përkeqësua edhe më tej pas ndërhyrjes së firmës që po kryente shtrimin e rrjetit të ri të ujësjellësit, duke lënë rrugën të dëmtuar dhe të pakalueshme në disa segmente. Përballë ankesave të shumta të komunitetit dhe rëndësisë që ka kjo rrugë për qytetin, Bashkia e Vlorës vendosi ultimatum kompanisë ujësjellësit për rikthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme sa më shpejt që të ishte e mundur. Si rezultat, këtë të hënë ka nisur puna për asfaltimin e segmenteve të dëmtuara, duke rikthyer gradualisht funksionalitetin e plot të rrugës. Autoritetet vendore kanë bërë të ditur se do të ndjekin nga afër ecurinë e punimeve deri në përfundimin e tyre dhe rivendosjen e standardit të nevojshëm për qarkullimin e sigurisë së qytetarëve dhe automjeteve. Banorët dhe drejtuesit e automjeteve shpesh e kanë ngritur shqetësim situatën problematike të kësaj rruge, e cila ishte katandisur në një gjendje të vështirë. Ata e kanë bërë publik shqetësimin në një situatë të tillë, madje janë drejtuar edhe këtij të fundit. Kryebashkiaku Elisa Lili ishte ai që ngriti me shqetësim situatën e kësaj rruge në fund të muajit shtator. Presim, lusim një kompani të vi kur t'i krijohet asaj mundësia që të bëj riveshjen asfaltike. Unë vi me makinën time, kur më dhe mua për makinën time, një qytetar i tjetër të asiguroj që i dhëm shumë më shumë. Edhe kjo nuk është as për efekt publiku, as për të promovuar idealizma, as për të thënë që kemi ardhur me shpatur. Ne duam të punojmë të korrigjojmë. Kjo është një proces rutinë. Menjëherë pas kësaj deklarate të kryetarit të Bashkisë së Vlorës, kompania nisi ndërhyrjen për këtë rrugë, ku edhe nisi asfaltimi i saj.